Prej disa muajsh piranjat po ndjekin nga afër një rrjet call centerash mashtrues në Tiranë në bashkëpunim me kolegët italian të lejene. Objektivi zbardhja një skeme që zhvat shtetas të uaj përmes investimeve të reme në bursë. 2 javë më parë një prej këtyre qendrave u mbajt në nënvëzhgim për disa ditë. Piranjat dokumentuan hyrje dalje të operatorëve, komunikimet dhe mënyrat e funksionimit. Të bindur se provat ishin të mjaftueshme, gazetarët kërkuan ndërhyrjen e policisë së shtetit me efektivët që fillimisht i shoqëruan në terren, por më pas u tërhoqën papritur, duke lënë situatën pa ndërhyrje. Gjatë vëzhgimit brenda ambienteve u pas ato ishin bosh, e ndoshta aktiviteti është vendosur me shumë gjas vetëm pak metra më larg, duke vijuar të njëjtën skemë mashtrimi. Gjatë hetimit janë identifikuar disa zyra në qendër të Tiranës, ku 10 operator nisin çdo ditë punën duke telefonuar qytetar të huaj. Ata i bindin të investojnë shumë të mëdha parash, që në disa raste arrin deri në qindra mijëra euro. Por si funksionon gjithçka? Skema është e mirë organizuar. Viktimat joshen përmes reklamave online që premtojnë fitime të shpejta. Pasi lënë të dhënat e tyre, numrat kalojnë në duart e operatorëve të cilët ndërtojnë besim dhe i shtyjnë drejt investimeve fiktive. Janë numrat të personave që kanë klikuar në linqe dhe rrjetet sociale. Po çfarë janë këto linqe në rrjetet sociale, nga të cilat nis mashtrimi i viktimave? Për shembull, ti mund të jesh duke parë në Instagram ose duke bërë scroll dhe përpara të shfaqet një link ku thuhet se të investosh në bursë. Duhet klikosh atje dhe thotë që fiton 5.000 euro në muaj. Nëpërmjet programeve që bëjnë në Itali, çdo italian në telefon i shkon një notification, një njoftim, i thon a do të bëhesh i pasur, do të fitosh lek, kliko këtu. Kush është ai që nuk klikon kur i thon a do të bëhesh i pasur, domethënë, edhe klikon i shkreti, fut gjitha dhënat klienti. Dhe më pas ne i telefonojmë. Ka një sistem shumë të thjeshtë dhe menjëherë pasi viktima, klientët, klikon numri vjen automatikisht tek ne. Një ish-punonjëse e këtyre qendrave tregon se gjithçka funksionon sipas një strukture të qartë. Operatorët motivohen çdo ditë për të rritur fitimet dhe për të siguruar sa më shumë klientë të rinj. Secili të dorëzohesh në lista e personalizuar me numrat e klientëve. Si operator, fillestar fitojmë diku te minimumi 70 euro për klient. Në momentin që klienti depoziton shumën e parë, pas bisedës me ne, bëhet një telefonat e dytë brenda asaj dite. Po kësaj radhe telefonatën e bën konsulenti dhe ne dalim jashtë loje. Numri i klientit fshihet nga kompjuteri dhe i kalon konsulentit. Konsulenti është personi që i thith palcën viktimës derisa t'i aboshtis krejt llogarinë bankare. Rroga baze jona është 1.000 euro, ndërkohë që me përqindje ditore fitimi për dikë që është i zotit arrin deri te 6.000-7.000 euro në muaj. Tani, dëgjoni pak se çfarë flitet në mbledhjet e këtyre grupeve mashtruesish ku vjedhja është në rend të ditës. Na jepet kurajo, siguri, na motivojnë, na thonë të punojmë mirë se do kemi numra klientësh të rinj, të freskët. Ata atje ndiheshin të sigurt dhe thoshin që kemi garanci të plotë. Askush nuk mund të na afrohesh nëse kishim policinë në dorë. Paralelisht, një burim i brendshëm i ka vënë piranjave në dispozicion një art të detajuar të disa call centerave në Tiranë, e cila është ndarë edhe me kolegët e lejene dhe më pas me autoritetet. Por me njëherë pas kësaj, qendrat janë zhvendosur duke ngritur dyshime për rrjedhje informacioni dhe mbrojtje të mundshme. Fakti që këto struktura zbulohen dhe zhduken kaq lehtë, ndërsa mungon ndërhyrja efektive të policisë, shton pikpyetjet mbi rolin e institucioneve ligjzbatuese. Dhe në fund, pyetja mbetet e hapur: a do të veprojë policia e shtetit për të ndalur këtë aktivitet, apo këto rrjete do të vijojnë të operojnë të paprekura?